Faleminderit që morët pjesë në intervistën 1+1. Kënaqësia ishte ime. Ju faleminderit. Jemi në fund të kësaj interviste, njëra prej të shumtave në këtë rrugtim 6 sezonësh të këtij emisioni, i cili është ende në fillimet e tij, nëse e masim me jetë gjatësinë 59 vjeçare të programit Shqip në Sëvrisin Publik. Pikërisht sot në të largët në vit 1976, për herë të parë në eter u dëgjua fjala shqipe. Po ashtu, në një kohë më të afërt, vetëm 6 vite më parë, programi ynë nisi për herë të parë emitimin 24 orësh. Ndoshta duket se kemi ecur ngadalë dhe kjo mund të jetë e vërtet. Por po aq i vërtet është edhe fakti se kemi ecur shumë duke bërë çdo ditë betejat tona për këtë ditë. Emisionet dhe njerëzit të nderuar shikues ndryshojnë ndër vite. Ajo që nuk ndryshon këtu, që nga dita e parë është mota e jon. Servisi publik ekziston dhe do të vazhdojë të ekzistojë vetëm për publikun. Ne jemi këtu për ta bërë këtë moto realitet, njësoj si të gjithë ata para nesh dhe ata që do të na zëvendësojnë në të ardhmen. Natën e mirë nga servisi juaj publik, urime për vjetorin dhe paqim fat të gjithë.